Mirë se vini në lutjen e mëngjesit. Kjo është thjesht një video që unë kam vendosur ku do të doja të lutemi së bashku nëpërmjet zërit tim. Gjithçka kërkoj nga ju është që të bashkoheni me mua ndërsa I lutemi Atit ton qiellor. Do t'ju lutesha të vazhdoni të meditoni mbi këtë lutje për veten tuaj. Lutuni ose dëgjoni këtë video për çdo ditë dhe lejoni Perëndin që kjo lutje të depërtojë thellë në shpirtin tuaj. Le të lutemi. Ati qiellor, ne mblidhemi së bashku këtu online në emrin e mrekullueshëm dhe të fuqishëm të Jezusit. Kur 2 ose më shumë janë mbledhur së bashku, prezenca e Zotit është aty. Bibla thotë se nëse ka ndonjë mosfalje apo zemërim, ajo duhet të shqyrtohet para se të lutemi. Prandaj shpall çlirim për çdo zemërim, ndjenjë të keqe, pakënaqësi apo ndonjë qëndrim tjetër të gabuar para teje tani. I vendos ato nën këmbë dhe jam I çliruar dhe I fal të gjithë ata që më kanë lënduar. O Atë, të falenderoj për këtë ditë e re. Kjo është një ditë që ti ke bërë dhe do të gëzohem dhe do të ngazëlloj në te. Unë të kërkoj urtësi, zbulesë dhe të kuptuarit për gjërat me të cilat do të përballem. Shpall forcë dhe paqe mbi to në emrin e Jezusit. Më ndihmo të ecë në dashuri me të gjithë ata që janë rreth meje. Më bëj të shikoj botën me sytë e mbushur nga mirësia dhe dashuria jote. Më ndihmo të jemi durueshëm dhe I sjellshëm. Më ndihmo të jemi mirë dhe I përulur, duke I parë të tjerët ashtu siç ti I shikon. Më ndihmo për çdo fjalë apo veprim në emër të Jezusit. Bëj që çdo fjalë ta them me dashuri dhe kjo të inkurajojë njerëzit që do të takoj. Sot hedh poshtë çdo mendim, frike dhe shqetësimi. Unë shpall mendime të së mirës për sytë tu. O Zot, më mbush me urtësi në emër të Jezusit. Bëj ndërsa ec me ty të kundërshtoj djallin dhe që ai të largohet. Më ndihmo o Zot të jem një dritë në këtë botë të errët. Bëj që të tjerët të shohin Jezusin në mënyrën se si do të flas dhe veproj. Gjithë lavdia dhe falënderimi të përket ty. Në emrin e të çmuar të Jezusit. Amen.